Dje në orën 13:45 në sektorin për punë të brendshme Tetov, dy vëllezër nga fshati Bërvenic kanë denoncuar se një 65 vjeçar nga fshati Bërvenic në pjesën e pasme të oborit të tij ka djegur mbeturina. Me çrast, zjarri është përhapur drejt parcelës fqinj bujqësore me sipërfaqe prej rreth 2400 metra katror. Pronë e denoncuesve, ndërsa ka përfshirë edhe muret e shtëpisë. Është kryer kçyrje në vendin e ngjarjes dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 10:30 në departamentin për punë të brendshme Gosivar është denoncuar se në rrugën rajonale Gosivar, fshati Gradec, ka ndodhur një aksident trafiku mes një automjeti të udhëtarëve Audi me targat Gosivarit, i drejtuar nga një 52 vjeçar nga Gosivari, dhe një automjeti të udhëtarëve Golf me targa gjermane, i drejtuar nga një 30 vjeçar nga fshati Dobridol. Me këtë rast, lëndime të rënda trupore ka pësuar një udhëtar, ndërsa një tjetër dhe një pasagjer kanë pësuar lëndime trupore të konstatuara në qendrën urgjente në Gosivar. Dje në orën 15 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 48 vjeçar nga fshati Gajre, me qëndrim të përkohshëm në Gjermani, ka denoncuar se më datë 1 gusht 2026 përpara shtëpisë së tij familjare ka parkuar automjetin e tij të udhëtarëve BMW me targa kombëtare gjermane, ndërsa më datë 3 gusht rreth orës 15 ka vërejtur se është dëmtuar nga një plumçor. Dje në orën 16:10 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor kanë vërejtur 2 minoren të cilët po përlesheshin fizikisht. Pas identifikimit të kryer nga zyrtarët policor të sektorit për punë të brendshme Tetov, është vërtetuar se bëhet fjalë për 2 14 vjeçar të strehuar në një shtëpi për kujdesje në Shkup. Në prani të punonjësit social nga qendra për punë sociale Shkup, për ta është zhvilluar një bisedë zyrtare, pas së cilës i janë dorëzuar personit të autorizuar. Pas mesnatën në ora 2:30 në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 24 vjeçar nga Shkupi, i cili është denoncuar nga nëna e tij 41 vjeçare se më datë 3 gusht rreth orës 23:30 në shtëpinë familjare në Tetov e ka sulmuar fizikisht, duke përdorur edhe një send të fortë. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Sot në mëngjes në orën 4 në sektorin për punë Tetov, një 19 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se përpara hyrjes së ndërtesës ku jeton është zënë në pritje nga një person, i cili nëpërmjet kërcënimit me thik i ka marrë para.